إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vllazën të nderuam, shumë të respektuam, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë me drejt Allahut të Dhul Xhelal. I lutëm dhe i përgjerohem madhënisë së Tij, është i vetmi dhe i veçanti që meriton për të falëndëruar dhe gjithmonë na Allahun Dhul Xhelal me adhuru. Zoti i Madh prej dashurisë të madhe që e ka ndaj robëve të vet, ka caktu e ka caktu ditë më të mira të vitit fillojnë prej të mërkurës deri në ditën e Bajramit, që i bie vllazën të dashur ditët në të cilët është betu Allah. Edhe të njëjtën kohë e kemi ditën më të mirë të vitit, ka kale ky diell e ku pararon që të populli kjo hanë. Nuk ka ditë më të mirë se dita në të cilën gjindën 10 i parë i muajit Dhul Hijja. Çka më bën këto 10 ditë? Krejt veprat më të mira që ty ta mërmenja, që kime arrit se vapin, mos pritoni i bën këto 10 ditë. Duke fillu me prezentu i rregullt në xhami, duke fillu vllazën të dashur me dhënë sa më shumë sadaka, e na kena fush veprimit konkret, se jemi në finalizim të punimeve në xhamin tonë, krejt ato sadaka që e keni punjet për i dhënë këto ditë bekume, mos harroni mi punë në xhamin tonë, e cila është xhamia duke u mërëmetuar dhe duke u finalizuar në vimi saj. Pastaj, bënë një jetë me dallu këto ditë prej ditëve tjera, lexo Kur'an, sepse e kemi harruar me lexu fjalën e Allahut. E dhuratën më të madhe që Zoti ja ka bërë ndonjëherë njerëzimit është fjalën e vet pa ndryshume. Se Allahu fjalët e veta i ka zbritur edhe në libra të tjerë, edhe në Tevrat, edhe në Zebur, edhe në Injil. Mirë po të dashurit e mi, fatkeqësisht ato janë deviju, janë ndryshu, janë tjetërsu. Dora njerit ka ndërhy. Mirë po të dashurit e mi, fjallën e Zotit, Allahu Dhul Xhelal e ka marrë përsi për vetë dhe nuk ja ka leju kërkujt edhe këtë kompetence ko aj. Sa herë që ti e lexon, dije vllajdashur se Zoti ty po të flet. Na nuk e kena vetë dijen e nalt që me kuptu çka është fjala e Allahut, mirë po mundon vllazën të dashur që me kontribuon këtë vetdije, se na jemi të jetu një kohë ku gjithë shka qka është e mirë është duke u luftu. Gjithë shka qka është e keqe është të dashurit e mi duke u jeshu, duke u lulu, tu ja servu njerëzimit, edhe gjithë shka ky njerëzim u largu për fjallës Allahut dhe përmendjes të Allahut ati kof shumë falë. Kena nevoj në xhami me ardhë me qetësu shpirtin që në u ka të razu. Mendja që në u ka trupullu, edhe të dashurit e mi zemra në u ka ngushtu. Ky është vendi ku na vim me qetësu këtë tru. Ky është vend ku na vim me marrë do energji shpirtënore, emocionale. Ky është vend, vëllai jam i dashur, që na vim me shtu një tru ymyt për Allahun, sepse atë shumë teknologjia e ka hup shpirtin e insanit, edhe ka hup ndjenjen njerëzore, sa qysh ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka marrë një vakt, ka dal-dale, që njerëzit e gjallë kanë me imlakmu njerëzve të dekun. E vllazët të dashur, Islami kurrën e kurrës nuk ka leju që njerëzimi me lakmu deknit.
Për që ta Allah ka sjell Kur'anin, që njëri me posë sevda, njëri me jetun sefa, njeriu me kalu jetën me lezet, njeriu me përjetu të bukurin marifet, me synu atë më të mirën të mundshme në xhennet. Andaj të dashurit e mi, na kena nevojë këtij populli i cili u lodh edhe me ngjarjet e përditshmërisë, edhe me shtrejtimet e mëdha që është duke na i servu fatkeqësisht rrafalla e ditëve të fundit, edhe me të gjitha këto ngarkesa që sot jemi duke përjetu, e pastaj edhe me emigrim të heshtur që jemi duke përjetu dhe kërkush nuk e bën llaf që Kosova numrin e ka gjithnjë më të vogël, edhe gjithmonë në rrëmje gjithçka interesimi njerëzve ka për gjithçka, e na kena nevojë të dashurit e mi, pak shpresë këtij populli, e këtij mileti, e këtij njerëzimi, e kësaj shoqënie, me thirr ndërgjegjen edhe zemrën edhe shpirtin e popullit ton, që mbollmo me mashtrime, me rana, me dallavere, me premtime të thota, edhe të njëjtën kohë duke i fryrë zjarmit urrejtjes, e duke po provokime, edhe duke u shantazhu deri në asim nivelesh që runa zot njeriu me thonë pse unë jetoj në këtë botë, s'kam nevojë me jetu, kush nuk ma din, kush nuk ma vlerëson. Për këtë arsye në xhami gjithmonë kena me rujt ekuilibrin për me thirr në shpresë, në ymyd, në dashni, në respekt, edhe nëse ti mendon ndryshe, edhe nëse ti sheh sene të ndryshe, vllaja mi dashur, mos i jep përparësi interesit, mos i jep përparësi kujtës, mos i jep përparësi të mujtshmesh, po i jepi përparësi drejtësisë edhe harmonisë. Para mendoni ditë, fjalët e tua, deklaratat e tua, thënjet e tua, runa zot sharjet e linqimet e provokimet e tua, e krejtë veprimtaria jote, ka mu vënu në peshore, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, që të hadith për du mja kalëzu. Kom orë një ditë që Allahu Gjelle Gjelaluhu vetë, kom e të thirë emnin, o filoni biri filonit, hadith është sahih. Para krejt el alemin, para krejt butës, kime dollë para dizarit Allahut, e baba ki njeri, në ditë kiameti ka më bo shumë njerëz. E nashta peqatynes shumë me i edhe te, apo orëna zët jam e dhonë. Na nuk e dim. Nuk e dim që është na vjen funi. Nuk e dim se si do të përfundoj. Mirë por një sen dije se dita mirë shihet në sabah, shihet në mëngjes. Na gjithë ditën flasu. Edhe na gjithë ditën mundu mu liftu. Edhe na gjithë ditën mundu vllazëm të dashur me thurë, vargje. E me ditë me ful me rima. E fjalët e tona mi rimu. Por ai që na i vlerëson fjalët e tona janë veprat tona. Punët e tona. Sa njeri që nuk din me fol, po me vepra jam unë plot njerëzve. Sa njeri unë duke ko emrin e një orë, po në qiell nuk e nje kërkush. E të dashët e minë ditën e kiametit, Allahu pas ka me thirë një njeri me emrin dhe me mbi emrin. Edhe ka me dorë para krejt njerëzve. Ka me vetë Allahu. Ama goç për pyetje. Se na kena mu taku me Zotin. Edhe na kena me fol me Zotin. Edhe Zoti vetë ka me na morë në pyetje njëve. Edhe na merë në përmet me lekve, por na merë edhe vetë në pyetje. A di çfarë pyetje ka me ta bu Allah? Thot, o filoni biri filonit, a jetu e po, thot, ti peshorën tem, e shen mizoni ku motën vepra. Ato nuk motën fjallë. Ato motën vepra. Ato motën qëndrime. Ato motën deklarimet, ato motën veprimtaria jote. Edhe thot, hadithi sahih, ka mu qelë tefteri ytë. Tefter i bjen fletore, do shtuj arkiv, do shtuj regjistër, ka mu qelë regjistri ytë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq i gotë, ka me kone regjistri ytë, sa që ka mu lëv insoni të e ledzu librën e vetë, punët e veta që i ka punu. Edhe Zoti ku me bo një pyetje, robi jam, mos kanë bo zullum me lekët e mi, mos kanë shkum diqka që ka s'ke punu të.
Jo, valla, krejt, çka këm punu, gjithë shka është e regjistrume. Mos ju ngut me lekët e mi, mos ta kanë bo me të ngjafshëm, të kanë bo zullëm, kanë rajt për ty. Jo, Zoti jam, e vërtet është kjo çka po shumë. A jeti që kjo qyto qka? Krejt el alamin, në buhet të peshe. Po, mirë, atëherë me lekët i thujnë Allahut, robi yt, du të më shku në gjahnem. Kun vepër të mirë, ky insan nuk po peshurja, po anën ka e keqja, vepra të mira, defteri edhe regjistri ti nuk ka, ky duhet të me u dënu. Allahu tha, kina njëve për në interesant. Allahu tha, jo tha me lekët e mi, jo njerëz, o spektakel, o njerëz që një të epoket në gjarje, jo. Allahu po thot jo. Robi jam ko diçka që në peshore po i mungën. Qka? E ki thati një bitak. Bitak, me përkthy shqip, ama shqiptar që, i bjen letër njeftim. Letër njeftim, a ke po, letër njeftim është i vogël. I vogël. Qka kryen pun letër njeftimi për balë vëllimeve të regjistrave të punëve të këqia që i ka po robi Allah. E atë në bitak, në atë letër njeftim, që atë farë kartelen e vogël, ma mirë me thonë kartele, që atë kartelen e vogël, po shkru i ka si kë, ka thonë, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Fjala la ilahe illallah është më e madhe se tokë e qiell e mes tyre çka ka. Por çka është shkaku, urtësia, që fjala la ilahe illallah në kartelen e ti, në bitaken e ti, në letër njeftimin e ti, pe peshan, pe i rëzën, pe ja mund, pe ja kalën, pe ja anashkalën gjithë të gjënohë robit vetë, se robi vetë se her ka po gjëna Allahut, ka ndje keq ardhje. E nëse na vllazën të dashur nuk ndjemi keq ardhje, nuk na vjen keq. Keq ardhja jote nuk ka nevojë më gjitë në Facebook. Keq ardhja jote s'ka nevojë më gjitë në Instagram. Keq ardhja jote nuk ka nevojë më tregu para njerëzve. Keq ardhjen tonë kallëzeja Zotit, ati kufshëm fal. Prandaj këtë ditë para Bajramit, me gjithë këto hallakomat, me gjithë këto të pakënaqësit, me gjithë këto lakmit, me gjithë këto pangopsit, se njëri nuk është i kënaqur. Këto dy herë me Allah, njeriu i cili nuk është me Allah mirë, ai është i pakënaqur. Krejti ka i kënaqur s'është. Nuk është i kënaqur. Kodrën e zmiqit e kodrën e cërnushës dukat me amush, ja, tha du të me pos edhe një kodrë tjetër, edhe atë kodrën e të ku po shijet atje. Nuk është i kënaqur. E ta jetë pa dyra. Jetë pa as njënën, se Zot e kalon. O ki mu kënaqur me ato që të dha, o ti marrë krejt. E për këtë arsye vëllezër, rrini goti sa me po. Ta rujmë këtë copë lirije të bukur që në ka dhuru Allahu, që krejt ata që i vdeqen para naftë të nëntës, e gjatë naftë të nëntës, kanë shku me sy qelë që ka po bëha për Kosovën tonë. E të njëri të në kohë të dashur të mi, sa djallëzit, sa traftit, sa mashtrimet, sa armiqësit, të pa nevojshme, s'ko nevoj në më morë me të sene, s'kena ku në më morë me të sene. Na i na të fundit, që diçka me mujt me i shërbyja dhe u tonë, e na si popull jemi me këta qësh jemi, Zoti inshallah na udhëzon, lut në Allah, mos menoni me inati, mos punoni për inati, e zhflakën e njëherë për gjithmonë atë mentalitetin për inatit të resëm dekë, djoli, se veç na shqiptarët e kena, të mbjellur në genetikën tonë, edhe të dashurit e mi, dijeni se vallahi, billahi, tallahi, nëse nuk ja dina vlerën atë që na ka dhuru Allahu edhe na merë. Vallahi na merë. Shumë jena të provoku Allahu.
Shumë po bën sobër Allahu me neve. Çka kena na në Kosovë, kush në botë nuk ka. Sa të mira i kena na, kush në botë nuk e ka. Po na nuk ja dini vlerën dhe kimetin. E Allahu e ka dhënë leje, ka dhënë idh ta'adhana rabbuka la in shakartum la azidannakum. Ka thonë Zoti e ka dhënë urdhën. Atë cilin urdhën e ka dhënë. Nëse ju jeni falëndërues dhe mirënjohës, unë ja ushtoj. Po ka thonë nëse jeni bukpërmës, dini se dënimi jam është shumë i dhëmshëm. Ama ka përmend në superlativ, është shumë bre i dhëmshëm. E dini bre që i blen me provoku dënimin Allah. E dini vllazën që na Zotin jeve me buk e na jena të jakëthi Zotit me gur. E Zotit këto nuk e duran. Prandaj ju lutëm, gjemot për izat Zotit, populli dashtëm, millet i mirë, është duke në rishkru historia Allazni. Tu konë gjallë na, e para me ndani që shu shkru historia shqiptarëve që 150 vjetë na e mësujna historinë e shtërmbrume, o vëlloja, mirë po ajo historia e kojë dhomave të plegjve, nuk nollet derin kiamet, se Zotë e runë. E ta është një pytje, pse Hoxhafeni e kiti që të ke tut që po të ndrojët? Jo, bre burë, në vesh një venë o tuta. A e dini ku e drëja? Ma mirë me thonë drë se tut, se nuk o tut kje, drë është. A e din, pse Allah e ka rujtë në përgojdhonat e pleqve të në historinë e kumpit të në? E pse tash me akademika të në shkolla? E lëdoj diploma që shleperin të arzën. A 2 kilogram, shumë kilogrami, a të dashurin dhe i këti venin nuk ka. Nuk ka bre, o nuk ka se po shihen veprat, leja fjallët, veprat. Punt, duhet me i pocit dhe mushe, jo fjallët si kërkushe. Ose kundër të qush është. E të dashurit e mi, ngëm një mirë që apë ju tha, se pleqët e të pleqëve, ati plokët, ati bëglëkët, ati më fund atje, që ka ro shahadet, aj nuk ka posë të gjënohë që kemi na. Aj nuk e ka provoku Allahun, që shemi të provoku na. Aj nuk është mush me mkate, që shena mush na. Për që ata Allah ja ka rujt, e na ka rujt. A neve, bëdi hova kompjuteri së krymë punë. Këtu nuk krymë punë foldere, këtu nuk të krymë punë Facebooku. Ja, është një rëj tjetër, është një njësi motëse tjetër, ajo është Allah. E Allah i arun, ata që i rujnë Allah, na se kena rujtë Allah. Ja, na ka do zëtë, tonë këna thonë, para lufte, gjatë lufte, o bre me të jekom shkombre për këtu, o bre kena më doshbre, o kena me qumë mirëbre, o bre kur s'ko me vjelas, kur s'ko me mashtruas, kur s'ko me traftuas, më të në të zezat i kena bërë. Edhe të dashurt e mi, prapë rrimë rahat. E ata nuk i kam postu të mira që i kemi na, po të zezat që i kemi po na, nuk i kam bërë ata. Përshta Zotin e ka rrë. Ne jemi produkt i halallit tyne. Ne jemi fryt i duave tyne. Ne nuk po bojmë dua, nuk po luftëm i hakikat. Nuk po i përgjeromi Allahu tamam. O vëllah, Allah në gëzoft, e na drejtoft, e na letësoft, e na shpetoft, a i ka mundësi, a i lutëm dhe i përgjerohëm në të ti, inshallah Zotit Dhul Gjelal, që na thëtë amën në nesër në ditë kiametit, na thëtë amën në thëtë që ka një në gjennet. E nuk na thëtë amën me thonë ka për letësu në librin tënë, në flenturën tënë, në regjistrin tënë. Se s'kena që ka mi thonë Allah, s'ka me të njofshë me korupcion, me mito, me dalavere të Allah s'ka. Allah është e poqë. Allah në falë, e në allëzofë. Mos pritoni me në një mund. Jena në përfundim, të pijat, jo më nashme në dhim, po nuk jena mishtu. Ja, se nuk e kena përfundu. Dojna me përfundu njëherë, me largu plunë për i gjamis, me pastru mirë, e tani dojna mishtu. Qefi jam, edhe i stofit tam, edhe i mjeshtru, edhe i gjithë njerëzve këtu, u konë që në bajramin me falë në të pija të reja. Mirë po, unë e kom vendosë ju të pija të reja. Të pija kanë me arve që kena me këshu së venerë që shtu,
ju, ka mu kry, krejt punë ka mu kry. Krejt, që gjdo skele me jek për këtu, gjithë shka këtu morë, ju morë me punu, po këtu morë me folë. E tani kena një shtru të pia, me amën Zotit, pjesën e re e kry, edhe 3-4 ditë, edhe fillojmë jashtë, bajrami të pia të vinë, o të mordën, o të mërkurën, o të tajtën, na vinë ja 15 burrat furë që i qojësin të rana ato, e besoj që na me stofin të në përmbledhur këtë numër, edhe inshallah i lojmë ato edhe i ndreqen. Zotin e një muftë. Gjithë shka është në rregull, që edhe të zërimi, sot u bon. Vetë që dikush orë ka prek, e unë nuk e di. Pa e dinë Zotin. E ka prek dikush. Që të është. Për përgjithësinë e dikuj, e pësojmë tonë. Nuk njët. A gjithë shka në rregull. Vetë që dikush e ka prek. Pse? Se s'ka përgjithësi. Hajtë se e mëri që s'ka bojë. A gjithë shka do të mishtin në dry, kur dojna me bona këtë vëdije? Deri kur na të dashur të mi duhet me bon diçka që me nejtë rahat, shlirë o burë. Që se trajton të gjamin edhe shkollën si shpin, pse jeton? S'pamër me jetu? Nuk panë. Nëse ti nuk e trajton këtë ven, si shpirtin tënë, e ju mjetë për me vjedhe në mashtru. Ata pse jeton njëri këtë dy jetë? Ata njerës jetën e ka dhonë, bre, jetën e ka dhonë, dhe me ashori jetën e ka dhonë, zajt pajazit jetën e ka dhonë, njerës e ka dhonë jetën. E na, me këshyrë me ashtru, me rajt, me bota lavire, me bota qka. Kujtoj që Allah nuk e shet, Allah e kejt i shet. E këto du me posë përgjëtësi për Allah të barë këmëtajë. Se shtetin i në të shkatu na, jo Serbia, po na. Kjo në tragedi, unë jam i bindur, që mi dhonë Zotin mühlet, shahidave tonë, mu qu, kanë me në rejtë tonë vereni. Edhe halal i kofsh nëse në rafin. Edhe pak është për me në rejtë. Duke fillu pejt deputatve, qeveritorve, e deri në fund të e përgjithësi, më i thjeshtë i mund shumë shtetin e Kosovës. Pse? Se na nuk jena në gjendje me pranu fojë, veç të e ka. Na kena qenë edhe me po gabime, edhe me po në kate, edhe me po gjënohe, edhe më nuk kom nga shaki, nuk shkan. Ja, nuk shkan! Nuk shkan, edhe duhet me ngritë zone. Duhet me full, me vepra. Nëse na nuk flasu me vepra të dashur të mi. Kena me dhonë përgjëtësi para madhnisë Allahu të barë këvdala. Wallahi, billahi, të mërë kena me dhonë se Zoti ka dhonë bima kanu jasna'un, se qashtu e kanë meritu. O Zot falna, e urzana, e drejtana, e qetsana, e letësana, e mundësana, ja Rabbi, o Allah, ja Rabbi, o Allah, ti e din që ka hek këtë popull, ti e din që farë hulloje ka qenë këtë popull. Klutna, falna, edhe të njëjtë në ku shpetana. Shpetana, ja Rabbi, bi rahmetik e leti, vësjat këtë, thuni amin me vetë. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد بلازم فالزوت من القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مسو الشتسا مسو اللي قشتا مسو الدبسا مسو فريقا سيويني متنالتت إن كنتم مؤمنين نسيني بسمتار Petriti dhe të postoqia, ju tjerë në ndihman për hirë të Allahun, në dojna me lutë Allahun për një vllatë unin e cili është me një sprov të ranë dhe kërë me rafet, edhe në ka bu alma në gjithë, lojti në lutë, o Allah shëru, e letësu, e ndihmu, e përkrahe, e mbështete, ja Rabbi. Pe lutë Allahun gjellë gjellë hu për gjematin temë, Haji Zeti ka posë sullëm tru, Haji Zeti biri bajramit, shalan bjemni, Allahu dhul gjelal e shpetoft, edhe e shëroft, e janë letësoft,
E na gëzoft Allahu me përmirësimin e shëndetit ti dhe prezencën e ti në xhamin time, ja Rabbel Alamin. Pastaj do me lutë Allahun të baraka ve teala për gjithë ata që kanë sprovë, kanë borxhe, kanë gojë, kanë derdhë. E besa do me lutë Allahun për një plak 84 vjetin. Kush s'kujdesi për të? Se 2 fëmijë ka, po i ka me dializë jashtë atje, në spital. E zonja ati ka shku me i këshyr e vlateve. E ajo hinë në spital në që kokë më operu. E kum taku një dit e kum do gjysë ure me ta. O, pasha Allahun e ma, gjellile gjellani. Ate që më ka thonë, kur bësë më ka mundësu Allah e ta me orë në gjami, që pëdu me dekë, tha. E ty, thot, bjen me më për mu, që të punë e kam, punë tjetër nuk kam. Unë e kam punë edhe Zoti më lënë këtë dy e me najtë, veç me i këqyra ata halëgjit. Ata që kanë probleme, me jam të koderën. Zban ti me kaj, unë e kaj për ty. Zban ti mu mërzit, unë e mërzit na për ty. Unë e boj dertin tënë, përsa Zoti më kalon këtë dy e. Edhe koma arë me najtë me ty. Sa të ka mundësi, për te mundësive Allahu Gjelle Gjelalu kërkonin. Edhe i lutë Allahu, o Allah shëru. O Allah jetëson, o Allah ndihma, o Allah përkraj. E dini vllazni sa njeriu si ky plak që i ka djemë të shnëshë djemë se këshyrin babën e se këshyrin nonën. Nuk interesohen për ta, as për migja, as për doja, as për halë, as për teze, as për e vilat vetë. Nuk interesohen o vllai jam. Pse? Pse interesi. S'ka interes. More të e din që ne kena gjennetin interesin më të madh. Pa e din ti që të na interesi për këthet mu taku me Zotin tënë. Para me ndu dhe se në ditë kiametin, kime dojë të pej vorë, edhe kanë me shku njerës mu zatek në Allahun. Ty ka me thonë në alo, ti në alo. Se Allahu ka lyp me ty mu taku e në këtë but, ti s'ke pranu mu taku me Allahun. Ku, a i qëllë jo koni smu, se shumë ja qëllë derën, ti s'ke pranu mu taku me Allahun. Ti s'ke pranu mu taku me Allah. E Allah ta s'pranon mu taku me ty. Prandaj rëni gati kësaj pune. Zoti i rujt. Faleminderit shumë vëmendje, qofsh të faqe bardh. Habib thërna i kametin qashtu çështë më ishte pa mikrofon, edhe unë krena pa mikrofon. Gjithçka është në rregull. Veç dikush na i ka prej këto rak prap, po hajli kuft. E ndriçëm edhe atë punë, vjen dakiko, ishtimin